M'ka marrë malli për Gjermani, a për Gjermani. Fort u gëzova kur të pashti, a kur të pashti. A keni ku një moment? Si je, e mirë? Një fenderit, Jemi pra emisioni 05, prej nga jene? të fshati Dobrav, Frizajt. Jeton aty? Po jetoj. Qka punon me qka mirë është? Unë jam këngëtar, profesioni jam këngëtar. Po. Qfar zhondre? Ma shumë talavaç, balada, ritmike, arabika. Talava. Ki kongë publikume? Po, kam kongë në YouTube. Cila është konga ma e klikume ju, ja? Ka shumë për momentin. Ka talava, ka ma shupe, dorsma. Okej, tash sezoni veror si është? Mirë është, nuk është keq. Je Mirë. angazhum dosma? Po, po e nga zhunë jam. Nëse të me ne këndu një refren, a mund e shkur diçka për Po, më së shumë 05? Një refren qëfare do ti, ose cila është kënga që ndezë atmosfera më shumë të ndosë? Që ndezë, më thonë dorsmen. M'ka marrë malli për Gjermani, a për Gjermani. Fort u gëzova kur të pashti, a kur të pashti. Rregull, faleminderit shumë, kënaqësi që u taku. Faleminderit shumë. Për fund, ke një përshëndetje për gjithë ata që e pon videon, për gjithë shqiptarët, kudo që janë. I përshëndes gjithë ata që e shikojnë këtë video, njek në ondrën, mos e lani mbrapa. Rregull, e mirë ka po m'pëlqen. Për fund, veç edhe për bakshishe më du me të pyet. Bakshishe nuk kallëzohet aty? Ja, bakshishi ma i madh. Kallëzohet. Na s'po të pyesëm se Jetë modeste në atë bakshishe ku del, një shqiptar ku t'jetan që është. A jeton, do me thonë pi bakshishe, va? Jo, unë nuk jetaj pi bakshishe. Ja, do me thonë që nëse jeton pi bakshishe, i bjen që shumë merë. Jo, mirë është, mirë, një bereqet mirë me dalë është, nuk o keq. Shukujem, faleminderit shumë, kënaqësi. Faleminderit për juve.